Në mbledhjen e 6 të Këshillit të Komunës së Gostivarit përveç realizimit të buxhetit, në rend dite ishin dhe llogaritë përfundimtare të ndërmarrjeve publike. Si kuriozitet i këtij viti u theksua fakti se të gjitha ndërmarrjet të vitit kaluar kanë operuar me fitim. Ndërmarrja publike e Rinia, e cila menaxhon objektet sportive, vitin e kaluar ka shënuar bilanc pozitiv. Nga qarkullimi i përgjithshëm prej rreth 6 milion denarësh, kjo ndërmarrje ka realizuar fitim prej gati 230.000 denarësh. Të hyrat më të mëdha janë siguruar nga pagesa e parkingut në afërsitë të sallës së sportit. Ndërmarrja publike komunale gjithashtu ka mbyllur vitin me sukses. Nga të hyrat e përgjithshme prej 230 milion denarësh, kjo ndërmarrje ka regjistruar një fitim prej 19 milion denarësh. Me sukses gjatë vitit 2025 ka operuar edhe ndërmarrja publike parkime dhe gjelbrim. Ata kanë pasur të hyra prej gati 33 milion denarësh, ndërsa në llogarinë përfundimtare kanë paraqitur fitim prej 5.1 milion denarësh. Për vitin aktual, kjo ndërmarrje paralajmëron një program të ri punësimi dhe blerje një automjeti të specializuar me rimang. Në seancën e sotme, këshilltarët miratuan edhe ndarjen e mjeteve financiare për disa klube sportive. Klubi i basketbollit për femra Gostivari, Liga e 2, mori mbështetje prej 1 milion denarësh. Akademia e futbollit Talenti u mbështet me 150.000 denar. Klubi futbollistik Proletar dhe klubi i skimit Snow Sport përfituan nga 300.000 denar. Për klubin e basketbollit Gostivari 2 u miratuan 400.000 denar. Përveç sportit, mbështetje nga Arka Komunale mori edhe organizata jo qeveritare Rome Mesecina, në vlerë prej 150.000 denarësh.